Bashkia e Vlorës në bashkëpunim me Drejtorinë e Artit dhe Kulturës kanë organizuar një kalendar të pasur me rastin e 15 dhjetorit, çlirimit të qytetit. Drejtuesi i Artit dhe Kulturës në Bashkinë e Vlorës Angela Kaplani thekson se ka një larmi eventesh që i shkojnë për 7 kësaj ngjarje të rëndësishme historike. I uroj të gjithë qytetarëve të Vlorës gëzuar festën e 81 vjetorit të çlirimit të saj. Jam shumë e lumtur që Qendra Kulturore në bashkëpunim me Bashkinë Vlorë kanë organizuar një kalendar dhe një sër eventesh, ku pjesë e këtij kalendarit është edhe eventi i sotme Vlora në frymën e lirisë. Një event i realizuar me shumë sukses nga gjithë metodistët e Qendrës së Kulturës. Ju ftoj të jeni pjesë e gjithë eventeve që do jetë në vazhdimsi të saj. Kaplani ka edhe një ftesë për të gjithë qytetarët që të jenë të pranishëm në varrezat e dëshmorëve në orën 10, ku do të zhvillohet nga bashkia ceremonia e 81 vjetorit të çlirimit të qytetit ditën e mërkurë. Më pas në orën 10:30 në bashkëpunim me Drejtorinë Arsimore do të zhvillohet aktiviteti një festë sportive për një jetë, një cross me protagonist nxënës të shkollave. Po ashtu në orën 11:30 Muzeu i Qytetit si dhe Qendra Kulturore e Bashkisë së Vlorës organizojnë çeljen e ekspozitës Gratë Vlonjate, pjesëmarrëse në luftën e dytë botërore. Ju ftoj të gjithëve nesër në orën 10 të jemi të gjithë në varrezat e dëshmorëve për të bërë ceremoninë zyrtare. Më pas do të kalojmë në crossin e qytetit që do të organizohet në shkollat e mesme dhe shkollat 9-vjeçare të qytetit të Vlorës, dhe në orën 12 të gjithë së bashku te Teatri Petro Marko për një event zyrtar. Por kulmimi i këtyre aktiviteteve do të jetë në datën 16 nëntor në orën 18 me një koncert të orkestrës së Arqeve me dirigjent Daniel Kuçajn, që do të zhvillohet në kinemanë e Qendrës Kulturore. Në datën 16 tetor në orën 18 me këtë rast ftoj gjithë qytetarët vlonjat të jenë pjesë aktivitetit organizuar nga Qendra e Kulturës Vlorë, Orkestra e Harqeve. Është një super event, një super aktivitet ku është në kuadër të festave të çlirimit dhe në kuadër të tetorit roz. Pjesë e këtij programi do të jetë edhe një koncert festiv në datë 15 tetor, ora 12 në Teatrin Petro Marko, organizuar nga Bashkia e Vlorës, një koncert i përbashkët midis institucioneve.